Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një vlog të ri në kanalin ton Solea Family. Unë jam Armela, është ditë e hënë, jemi disa ditë përpara Shën Valentinit dhe kam dëshirë që t'i bëj një dhuratë, nuk e di fare se çfarë dhurate. Do ta shikoj, do hyj në dyqane dhe nëse është diçka që më pëlqen, bam, do ta marr prensitin, nuk i kam thënë gjë fare, por e vërteta e Shën Valentinit dhe e dhuratave është që mua Ensidi më ka bërë gjithmonë dhurata, edhe unë në fakt jem realiste, për Shën Valentinin nuk e mbaj mend nëse i kam bërë ndonjëherë një dhuratë. Edhe mendova që këtë herë t'i bëj një dhuratë, sigurisht sepse e meriton edhe është një ditë e veçantë, pse jo, për të bërë një dhuratë. Sot Solean e çova unë në kofër sepse jam pushim, Ensidi është në kurs tani, nuk e di fare që unë kam dalë këtej. Mendit tim siç dolëm, Solea nuk donte të vishej fare, siç e ka gjithmonë, e ka shumë të vështirë të vishet në mëngjes, nuk i pëlqejnë gjërat fare, shumë rrobe i kemi aty edhe si veshim fare, domethënë. Është me të vërtetë situata e zgjimit të Soleas dhe përgatitjes për në kopësht është shumë e vështirë. Edhe sot unë siç dolëm harrova edhe çantën në shtëpi, se kështu është, nuk është kollaj domethënë me Solean. E harrova çantën në shtëpi. Në ato momente para se të dilim më mor rashkat e Soleas në çanta, edhe la çantën brenda dhe kam dalë. Por s'ka gjë, e njoftova ato edukatorët, i thash që s'ka çantën me vete. Nuk është ndonjë problem i madh, kush e di, por që kështu është, nuk e di si ja bëjnë ato nënat me 2 edhe me 3 fëmijë. Bravo ju qoftë, nuk është gjë e lehtë që të mbahet mendja në vend kur ke fëmijë, por që kështu dita e sotme. Tani do dalim, do shikojmë se qa mund t'i blejmë Ensidi. Që thoni ju, unë e kisha në mendje që t'i bleja një parfum, në fakt, por që nuk është hera e parë që bëj parfum, sepse kemi dëgjuar këto që kur i bën të dashurit ose të dashurës parfum, atëherë ndahesh, por që nuk është hera e parë, nuk i besoj fare këto budalliqe që më thënë. Do hyj gjithsesi, jam këtu tek Müller, tani sa u futa. Do shikojmë këta, duke se po bërë restaurime këtu dhe i pas kanë liqur të gjitha raftet. Do shikojmë një herë se çfarë ka këtu brenda, pastaj nuk e di, do i marrim me radhë edhe dyqanet e tjera. Për goca ka më shumë gjëra, për çunat është pak më e vështirë. Doja pastaj një ide ishte edhe një portofol, por në verë Ensidi e bleu një portofol të mirë, edhe pastaj rrobe, s'm duket ndonjë gjë, kush e di, të shohim. Shkojmë tek sektori parfumeve për çuna. Të shikojmë. Tani unë i pash disa nga këto parfumat këtu i provova. Edhe problemi është që unë kur provoj një parfum 2, pastaj tek i treti, i katërti në vazhdim, pastaj të gjithë më duken kot ose nuk mund ta dalloj dot me atë aromën. Më pëlqeu ky parfumi këtu nga 1 Million, ky Gold, edhe mendoj se do t'i marr këtë parfumi këtu, bën gati 100 euro. Po di, kjo më pëlqeu, doja marr këtë, besoj e meriton Ensidi një dhuratë të tillë. Këto do t'i marr për veten time, më pëlqyen, nuk ishte me një formë tjetër, vetëm kjo me zemër dhe infinit, po atë me infinit nuk e doja, pse jo me zemër. Edhe duke shumë bukur tek dora, kjo si perl, shumë më pëlqeu. Edhe kjo është vetëm 8 euro, nuk kushton shumë. E mora edhe dhuratën e Ensidit, e kam këtu për brenda. Më tha ajo zonja te kasa nëse doja që ta paketoja, patjetër i thash. Ova ma paketoj një zonjë tjetër pastaj atje, më ka dhënë dhe 3 provza. Kështu që këtë pjesën e dhuratës për Ensidin unë e bëra gati. Po mendoja që të shkoja edhe këtu tek Müller, edhe të shikoja me këtë rast edhe ndonjë dhuratë për Solean.
Ne e kemi pyetur çfarë do për ditëlindje, sepse Solea ka ditëlindjen tani në shkurt. Jo ka thënë as vet nuk e di domethënë se çfarë do. Kuklla, gjëra kështu, por çof ndonjë gjë që më pëlqen aty, nëse ka, nëse s'ka, pastaj nuk e di se çfarë do bëj. Shumë e vështirë se i ka marrë të gjitha, domethënë ja kemi bler jo vetëm nga një herë, por nga 2-3 herë ato lodrat që ka dashur, edhe tani si di fare, domethënë, por do shikoj, do ja tregoj edhe Ensidit me foto, çfarë mendonte ai, se më tha, më thuaj edhe mua, tha. Dhe do vendosim të dy. Ensidi ka qef t'i blej në një instrument, se ka qef edhe vetë luaj pak një instrument, i ka shumë qef instrumentet muzikor, por që ne kemi shtëpi, kemi bler asaj piano gjëra kështu, por nuk është se luan, edhe Solea lodrat maksimumi luan vetëm 1 ditë, 2 ditë, pastaj nuk është se i kam qef, por ta shikojmë. Ensidi më tha që merri në një gjë të madhe, mos i merr në një gjë të vogël. Çfarë gjë të madhe nuk e di fare. Unë sapo ndava edhe me Ensidin, sepse Ensidi kishte pauzën tani edhe doli më tha mua prit aty se do vi dhe unë te Müller dhe të shikojmë dhuratë për Solean dhe e pam të dy bashkë, nuk na pëlqeu asnjë gjë. Menduam që po ashtu ta porosisim në Amazon diçka, sepse në Amazon vinë edhe më shpejt ato dërgesat në shtëpi. Shohim se çfarë do porosisim në Amazon. Besoj se dhurata do t'i shikoni me shumë mundësi tek vlogu i ditëlindjes së Soleas. Do jetë shumë bukur ai vlogu. Ishim edhe tek dyqani i kafes, morëm një pako kafe për Ensidin. Unë do iki tani, do shkoj besoj edhe pak tek Kik. Pastaj do iki për në shtëpi, do dalim edhe do t'ju tregoj se çfarë do bëjmë në vazhdim. Unë e futa dhuratën, e futa te kjo trasta këtu dhe e lidha kështu që mos ta dallonte fare Ensidit, as e pa fare, se vuri re fare, s'më pyeti fare se çka ke aty brenda, se erdhi si me nxitim edhe iku prapë pastaj. Kështu që është e sigurt deri datë 14. Tani jam tek depo, dola një gjëra kot shikoj çka ka në një gjë këtu. Unë sapo erdha në shtëpi tani edhe nuk do ndrohem fare, sepse për pak mbaron edhe Ensidi kursin edhe do dalim sërish. Do shkojmë në një dyqan që ka pajisje të ndryshme elektroshtëpiake dhe duam që të blejmë abazhura për dritat, sepse i kemi akoma me këto llampat siç hymë ditën e parë. Do shikojmë se çfarë na pëlqen, si na përshtatet edhe them që t'i marrim sot, nuk e di, a do mundemi do t'i zgjedhim të gjitha. Ky është plani për pak më vonë. Isha edhe tek Kik, edhe tek Tedi, isha edhe atje edhe mora këto i mora tek Tedi. Këto janë kështu ulse, kështu jashtëk të tillë që do t'i vendos tek karriget. Mora edhe një jastik kështu të thjeshtë, do ta vendosur këtu te këndi. Këto janë mbulesa të vogla katrore që i shtron tek tavolina kur ham bukën. Për mua, për Ensidin dhe për Solean, nuk kishte modele ndryshme. Kjo ishte këtë e mora. Nëse e mbani mend, unë pata marrë herën e fundit të tilla nga këto që shtrojnë për të ngrënë bukë, por si me kasht, nuk e di ç'ishte ajo. Edhe vinte një herë, o zot, nuk e di, kur e shtrova këtu pastaj edhe ulëm një ditë për të ngrënë drek aty, edhe vendosa pjatën që ishte e ngrohtë aty me ushqim, nuk e di, edhe vinte një herë pastaj më mbrapa edhe ajo vetë, kështu që i mora ato, i hoqja, i kam hequr, kam lënë vetëm një tek tavolina e mezit kështu për zbukurim, ndërsa kështu për t'ulur për të ngrënë si për tyre ishte e pamundur. Kam edhe mbulesë buke, po më duket shumë e stërmundimshme të shtrosh mbulesën të marrësh ta ngresh gjithatë. Edhe mora vetëm këto të treja një herë, do funksionojnë edhe këto. Ne sapo erdhëm këtu tek marketi që unë ju thash, edhe do shikojmë për abazhura. Jam bashkë me Ensidin. Do t'ju tregojmë se çfarë do zgjedhim, shpresojmë t'ja godasim në zgjedhjet tona apo jo. Po, shikojmë tash. Okej, unë nuk e hapa që parë telefonin fare, përshëndetje edhe nga Solea, mamushe do na bësh pak përshëndetje, do na thuash pak përshëndetje?
Nuk e di ta bëj. Thuaj vetëm përshëndetje. Nuk e di, nuk e ta bëj. Nuk ti ta bëj përshëndetje, okej, s'ka gjë. Alo. Shumë mirë të më. Solea na është bërë si një macë e vogël, është lyer te kopshti. Kështu nuk është se ka mbylur unë, është te kopshti, por ka ditë që e lyej edhe unë ose e nsidhje dhe e çojmë te kopshti atë shtu të lyer, sepse tani janë edhe karnavalet. Këtë javë janë karnavalet. Tu festohen karnavalet, nuk e di, kjo ndahet sipas landeve. Diku është në data të ndryshme. Sot kemi neve supermarket hall. Po, tani do bëjmë një supermarket hall. Unë nuk ju tregova në fakt që parë, ne shkuam, i zgjodhëm të gjitha abazhurët që do vendosim sipër. Edhe e si po i monton tani kur t'jep gati, pastaj do t'ju tregoj edhe se si duken. Bëjmë një supermarket hall, Solea do më ndihmoj se çfarë kemi bler. Fillojmë. Këtu kemi një, çfarë është kjo? Nuk e di. Nuk e di Solea, kjo është për vecen, por nuk ka nevojë për koment, dihet. Buk. Buk, kemi një buk. Brokoli. Një brokoli. Kjo është Wafel. Wafel. Salami. Arra. Bravo. Vëtsen. Edhe kjo për veten një aromë. Po, për banjon. Mish. Një mish. Kalavec. Vez. Tani unë do të thoja diçka në lidhje me vezët, nëse ju e shikoni këtu lexon Freilandhaltung. Kjo do të thotë që këto vezja nga pula që janë rritur jashtë dhe o brenda në pulari. Kështu është shpjegimi i kësaj nëse nuk e dinit, ndërsa ato që lexon Baden, Haltung, diçka e tillë janë nga pulat e pularisë dhe këto gjasë me kanë cilësi më të mirë dhe kushtojnë pak më shumë. Unë marr si këto të paktën. Po? Kjo është një mask për mamin, vitamin C. Do ta vendos pastaj kur të bëj editimin e vlogut. Kjo është shkum. Kjo është larës për duart. Me qa është kjo? Shkum. Po me qa është kjo? Shikoj pak figurën? Mjalt. Me mjalt. Bravo. Tu? Kalavec bravo. Bravo. Po. E që është të vogël? Për mua? Jo, kjo është kefir. Kefir. Kjo është kefir për mamin. Patate. Bananoa. Tu? Banane. Tu? Pistoka. Këto janë biskota me të shërë. Këtu? Qumë është për mama. Po, qumë është për mamin dhe kjo qumë është të shërë. Qa kemi tjetër? Aqiqe. I pash atje këto dhe më kujtuan Vudi, nuk janë Vudi. Më thënë është një firmë këtu gjermane. Edhe thash të provoj një herë që shje do kenë. Aqiqe është. Po. Kjo? Qesh. Kjo është një qesk për mbeturinat. Këtu? Avokado. 2 avokado. Edhe në fund e preferuara e Soleas? Strawberry. Këlle shtrydhe. Po. Nuk janë, do me thënë, të sti, nëse dihet që nuk janë të shnetshme, po që ati bëjmë, Solea tani po kalon një periudhë që nuk ka dëshirë fare të haj ushqim, edhe shumë e vështirë, prandaj i marr paka shumë ato gjëra që ka qef, kështu dhe supermarket hall. Ka marrë edhe një koli me ujë, pa gas. Komentoni poshtë në video se sa ka kushtuar. Harroni të bëni subscribe. Po, shumë e rëndësishme, mos harroni të bëni edhe subscribe. Pasi keni komentuar, sa mendoni ju se ka kushtuar ky pazari që unë bëra sot e Kauflandi? Shkruajeni në koment dhe unë pastaj do t'ju kthej përgjigje. A e keni gjetur se sa ka kushtuar apo jo?
Edhe harroni të bëni të YouTube-in. Të YouTube mos harroni të bëni subscribe. Po ju a thot edhe Solea, ju ka shumë gjanë, dërgoj qik puqje tani? E një zemër. Kalova tek kuzhina që çova gjërat që kishin bler. Harrova t'ju tregoj që kam bler edhe këtë lulën. Mami, ta hap tani. Zemër lule. Duket si zemër, thot Solea, e vërtet. Edhe një shishe qumësht ishte atje. Pra në total, sa kanë kushtuar, mos harroni të komentoni poshtë në komente. Ale harroni të bëni brokolin. Solea. Po. Jam pink flokun. Përshëndetje edhe nga dita tjetër, unë nuk filmova më mbrëmë, sepse në fakt vajti shumë vonë edhe Ensidi nuk arriti dot që t'i vendoste të gjitha llampat, dritat që bleme dhe do t'i vazhdoj sot punimet, ndërsa çfarë ndodhi, Solea sot shkoi në kopësht të çoj Ensidi sepse isha në fakt shumë e lodhur dhe doja të flija gjumë, nuk po mundesha dot. Siç e pat, Solea kishte lyer edhe flokët i bleva unë t'i një spray tek Müller, edhe kishte lyer flokët me spray, me ngjyrë të roz, edhe u kënaq shumë nga kjo gjë. Tani janë edhe karnavalet këtu, edhe çdo ditë pothuajse fëmijët lyhen, vishen me rrobat për karnavale, ndërsa sot unë dola pak në vonesë. Si që thash, ngrita pak vonë, kisha rezervuar tek DM-ja për të marrë fshesën për të larë tapetet edhe këndin. Në fakt unë e dua më shumë për të larë këndin. Tapetet, kam vetëm një tapet për të larë aty. Ka Ensidi këtu, ja tek është. Përshëndetje. Ja tek është edhe fshesa me korrent. Kjo bëhet si fillim rezervimi tek aplikacioni. Pasi ke bërë rezervimin për 2-3 ditë diçka tillë, po unë vetëm për sot edhe nesër do të dorëzoj sepse nuk kam shumë gjëra që duhet të laj me këtë fshesën. Do paguash 200 euro koacion që do ta lesh atje dhe ata të japin një faturë, pasi e kthen pajisjen mbrapsht, do t'i marrësh lekët përsëri mbrapsht. Kjo është e rëndësishme sepse pajisja kushton shumë edhe për këtë arsye ti do paguash koacionin, por që blen edhe ilaçin që të duhet për pajisje. Ilaçi kushtonte 22 euro, diçka e tillë. Pajisjen pasi e ke përdorur, duhet ta kthesh të pastruar, ma tha edhe ajo vajza atje që e mora, duhet të kthehet në gjendje shumë të mirë siç e ke marr. Për gjitha vajzat që nuk kanë një fshesë të tillë për të larë tapetet, sepse këtu në Gjermani është shumë e vështirë për të larë tapetet ose për të larë këndin, kjo është një zgjidhje shumë e mirë, ju a sugjeroj. Unë do ta provoj tani, do t'ju ja tregoj se si funksionon. Kjo është edhe fshesa. Ilaçi që kam bler është ky, që është i njëjti me firmën e fshesës. Tani unë do ta shikoj se si përdoret, sepse ajo vajza nuk e kishte iden, po tha që ka një kod, QR kod aty që mund ta hap edhe ta shikoj se si përdoret e gjithë fshesa. Ndërsa këndi është ky, kështu duke, do ta lajmë, do ta pastrojmë. Tani këtu duket kështu sepse Solea është hedhur këtu te këto dy pjesët, edhe ra komplet, u prish komplet kjo, u var këtu. Unë pastaj u detyrova, e kam mbushur atë, duhet ta sistemoj edhe pak sepse duket pak keq. E kam mbushur me filtr, kam bler filtr dhe e kam mbushur, ndërsa pjesa poshtë nuk ka shanse ta mbushësh, duket ashtu. Kam bler një astek të gjatë që do ta vendos aty. Kështu pra, tani do ta shikoj se si përdoret kjo edhe do ta vendos në punë. Unë e kam përgatitur fshesën, më në detaje se si montohet, do bëj një reels edhe do hedh në Instagram tek Solea Family. Mos harroni të më ndiqni edhe në Instagram tek Solea Family, do mundohem të jem sa më shumë aktive. Tani do vazhdoj dhe do ta pastroj. Ky këndi jon kishte shumë nevojë për pastrim, sepse siç kemi lëvizur me 2-3 shtëpi, ka lëvizur edhe këndi dhe ka marrë pluhura edhe gjëra. Kështu që i erdhi momenti.
Ja si duket edhe këndi, pasi kam kaluar një dorë, vetëm pjesën sipër se pjesën këtu poshtë, këtu akoma jo dhe nga mbrapa jo, por pjesën sipër po dhe duket goxha ndryshim, ndërsa këtu janë shenja, unë do t'i provoj prap, nuk e di janë, më duket se keni e parasysh atë materialin slime që luajnë fëmijët, është nga jo lloj. Kjo nuk ikë, nuk e di, është si e ngjitur këtu, edhe se di nuk del kjo, por gjithsesi e përgjithshme është që shumica ka ikur, edhe këtu nuk e di ç'ashtu ta fërkoj edhe një herë këtë, por që duket goxha ndryshim, ja super vlen fshesa. Provojeni nëse keni mundësi, merreni, praktikisht paguani vetëm larsin, ilaçin që do hidhet brenda me ujë, pjesa tjetër është falas, sepse 200 eurot që ke dhënë do t'i marrësh mbrapsht përsëri. Do vazhdoj ta pastroj edhe në fund do t'ju tregoj edhe një herë, kam edhe një tapet të vogël që dua ta laj edhe atë, do ju a tregoj. Më mbaroi ujë edhe do ta derdh këtë kopën edhe do ta rimbush përsëri. Se dua të laj edhe pjesët anësore dhe pjesën mbrapa të këndit. Këndi dhe hapet në fakt. Po kam për të larë dhe pjesën se ky bëhet edhe si krevat, dhe pjesën e këndit si krevat. Pastaj do filloj nga tapeti. Ja edhe ujë. Skandal. Ky është edhe tapeti i vogël që unë thash që kam për të larë, mbasi shkoj dhe këti një fshes këshu lart se di, por këtë dua ta laj. Ja si duket edhe tapeti, vërtet një super ndryshim i madh, si i ri ka dalë, super vlen. Ja edhe këndi se si duket i gjithi, ja hapa, e lava edhe pjesën tjetër ekstra, edhe duket të nxit. Pak ky është këndi për dorë, nuk është se është i ri, edhe detyrimisht është edhe shumë pis, por që gjithsesi kjo fshesa ja super vlen për të pastruar këndin ose tapetet ose nuk e di, gjëra të tilla. Ja, hy brenda dhe gjej paketa. Ky këtu është dollapi i këpucëve, ndërsa këto të tyja nuk e di se ç'a janë. Kjo paku kishte ardhur që dje dhe ishte tek një dyqan i DHL-s. Unë nuk e kisha parë emailin fare. Sot çuditërisht e hapa e pash me vëmendje se ç'a shkruante dhe thoshte që paku kishte mbërritur tek dyqani. Edhe e mora sot, kështu që kemi këto gjërat për të hapur pastaj t'ju tregoj. Ndërsa tani më duhet që të pastroj pak poshtë, sepse vun këto llampat e reja që ju thash, edhe poshtë është bërë shumë plur dhe duhet të fshi dhe të laj. Më në fund erdhi dhe momenti që të bëjmë haul të gjërave që kemi porositur. Do vish Solea? Hajde. Ju kërkoj ndjes për pamjen mbrapa, sepse kam shtruar këtu te divani këtë çarçafin. Solea? Po. Solea sot është bërë si një... Si çaj e bërë sot? Heksi. Heksi, okej. Është bërë te kopshti kështu. Do filloj me këtë qeskën e vogël. Kjo më duket se është nga Shein. Ta shikojmë se çfarë ka brenda. Edhe më ka ardhur edhe pjesa tjetër e porosisë nga Temu. Tek video e fundit, nuk keni parë porosinë që kisha bërë nga Temu, gjysmën e porosisë e hapur po. Ndërsa sot ka ardhur dhe gjysma tjetër. Ja, këto flutura. Këto janë për Solean, edhe do t'i ngjisim tek murit e krevatit Soleas. Këto? Këto nuk e di mami çfarë është. Për mua? Jo, kjo është për mamin. Kjo Kjo është një bluzë për mua. Këtë. I ka këtu me këtilla me këto pullet. Okej. Më pas ka ardhur edhe fundi.
Se i kam porositur që t'i vesh bashkë këto për ditëlindjen e Soleas. Këtë fundin me, nuk e di do mbejnë apo jo, po kjo ishte ideja. Këtë fundit duket kështu në kamerë si ngjyrë portokalli, por është ngjyrë kafe. Këtë fundi me atë bluzën edhe me ato streçe geta që janë ato që duket si ngjyra e mishit. Nuk e di, duhet e provoj se di mbejnë apo jo. Ok, tani do hapim këtë pakon. Këtë duket nga figura se çfarë, do t'ja tregoj edhe juve. Kjo është nga Temu. Këtë do hapim pra. Këtë. Ok. Tani do hapim këtë pakon e madhe. E shumë pritur prej disa javësh. Solea edhe nesër është e kopshti, sepse ka gati një javë për të pushim, për shkak të karnavaleve. Edhe nesër është nga ora 7:30 deri në orën 11, në orar të shkurtuar. Pastaj është në shtëpi, edhe javës tjetër Solea ka, çka kemi javës tjetër? Ditëlindjen. Solea ka ditëlindjen javës tjetër. Dhe kemi vlogun e radhës se kemi me ditëlindjen e Soleas. Tani, ky është një jastek. Kam porositur 2 të tilla, më duket. Një për vete, një për Esidjen. Është me si sfungjer, më duket. Jo me filtr, siç kanë qenë ato me pambuk që janë ato tjerë, por me sfungjer e mora si më të mirë. Ta shikoj. Kjo që ka Solea te dora, kjo është klefi i dyshekut. Është i mamit, thënë. Kjo është klef dysheku nga këto që gjasme nuk të hynë në ujë. Po i le këtu këto gjera. Këtu. Këtu kemi 2 rrugica që ka marrë unë për të vendosur te kuzhina, që poshte bufeja. Porosita si këto tek Amazon, po më munduan shumë të vogla. Porosita këtu tek Temu. Kjo është si formë lëje. Po mirë, duket, nuk u duket ka keq. Kjo, edhe mbrapa është kështu. Që ngjit te pllaka besoj. Dhe është shumë me këtë formë. Si formë lëje. Nga përpara, ka një pamje këtu. Duhet ta provoj dhe do t'ja tregoj tek juve dhe këtej lexon kitchen. Okej. Kjo. Mami, një punë. Solea do të hapim këtë. Çka ka këtu brenda? Si di as mami. Po shikoj. Solea ka te dora jastekun e dytë. Dhe për Solea porosita jastekun, por ai që është shumë i vogël. Solea ka jastek aty edhe më të madh, por unë e ktheva aty mbrapa se si ata të veglit ka ajo dhe nuk dua me t'i marr si ata të veglit. Tani po vitet e thash i kam porositur këto para disa javësh. Nuk e në moment. Po çfarë është kjo kështu? Se ti për rafti, po se për çfarë ka marr? Kështu nuk e di. Dhe ta shikoj duhet hyjë në atë porosia. Po ka shishe këtu? Kaq. Nuk e di. Edhe haronin të bëni subscribe. Duhet ta shikoj porosin nëse më kanë ardhur. Ja dhe ky. Po kemi dhe këta për të hapur. Nëse më kanë ardhur gjitha porosit që kam bërë tek Temu. Këta po kjo një gjë është këtu brenda, këtë e di unë çfarë është. Kjo mbajtse për detergjentet e kam marrë këtë. Vendosa t'i janës tek lavatriçja. Edhe do sistemoj gjitha detergjentet që përdor. Ja. Kur ta hap ta montoj, do ju tregoj mbase në videon e radhës se si duket. Pra kisha porositur tek Temu, tek Shein kam porositur edhe gjëra tjera për ditëlindjen e Soleas.
Jemi ullur, unë ka marrë një smoothie i dënqin, Solea ka marrë akullore, edhe Ensidi ka marrë akullore. Po presim sepse ajo rroba qepse atje po rregullon zinxhirin e mbulesës së karrigeve, si quhen mbulesat e karrigeve, 2 mbulesat e karrigeve për të rregulluar komplet. Do ta heqë komplet atë pjesën e zinxhirit dhe do t'i vendosi zinxhir të ri, nuk e di si quhet ajo. E presim këtu se do ma bëj sot. Do ju a them dhe se do kushtoj. Nuk kisha zgjidhje tjetër sepse vetë atë gjë nuk e bëja dot, edhe ajo tha që është shprishur komplet, nuk është se mungon thjesht koka e zinxhirit që duhet vendosur, por është shprishur komplet edhe kjo pjesa e zinxhirit dhe duhet vendoset e re nga e para. E provuan ato, në ndenjëm atje goxha minuta pak që pritëm, ajo i provoi ato disa herë, por ishte e pamundur. Kështu që unë vetë nuk e bëja dot, ose do porosisja edhe një herë nga e para ato mbulesë kja blendese. Nuk kam se këj porosis, IKEA këtu nuk ka. Edhe transporti i IKEA-s kushton, vetëm për ato gjërat nuk e di fare se sa mund vit ajo, kështu që më mirë ta rregulloj ajo. Do t'ju ja tregoj më vonë. Na ka blerë edhe bashkëshorti dhuratën, do t'ju tregojmë të shtëpia. Nuk bleu asnjë gjë vetë, sepse donte që ta zgjidhnim bashkë, unë thashë nuk dua asnjë gjë, edhe e kisha shumë seriozisht në fakt. Nuk kisha dëshirë të bleja në fakt asnjë gjë. Ensidi më ka dhuruar në fakt dhuratë dhe thash kësaj herë nuk dua asnjë gjë, nuk ngel qepi, nuk ngel hati, lutem nuk dua asnjë gjë. Por që tha jo patjetër do më ngeli mua hatri nëse nuk ta blej. Atë mirë thash. Te shtëpia do t'ja tregoj. Po që Ensidi nuk e kam dhënë akoma dhuratën, do ja japim kur jemi te shtëpia. Shpresojmë që t'i pëlqejë. Këtu e kam edhe dhuratën e Ensidit dhe shkojmë do ja japim tani. Hajde. Hajde. Hajde që të mirë. Urdhra. Faleminderit. Të hapë? Po të hapësh. Parfum. Ashtu mendon se është? I duket dhe. Shumë. Ha. Unë shumë i bëga shishjes. Kene shumë. Për shtypi. Jashtë. Shumë e mirë për zotë. Shumë e mirë? Mirë kolër e bëna. Qarë më dirit, të do. Edhe unë të. Tani erdhi momenti që të hapim edhe dhuratën e Ensidit. Si që o thash, unë e zgjodha vetë dhuratën, ja dhe Solea do t'ja tregoj Solea, por tani do t'a hapim që t'a shikoni edhe ju. Këtu mami, tregoje këtu jeta kështu? Se si duket? Kjo? Tani shkruani se qa mendoni se është. Pa e hapur unë, do me thënë, se qa ka këtu brenda, pa e treguar, shkruani se qa mendoni se qa është, dhe komentoni gjithashtu, a keni marrë dhurat, apo jo, apo nuk e di. Ja edhe dhurata, zgjodha këtë orën. Ja se si duket. Ta gëzoj tani, kështu dhuratash marrshin gjithmonë. Por, si që thash, e rëndësishme është dashuria që kemi me njëri tjetrin, respekti, sinqeriteti, besimi. Këto janë gjërat më të rëndësishme, po këto janë gjëra që i blen në çdo moment, jo vetëm ditën e Shën Valentinit. Nuk është se po bëjnë ndonjë rëndësi super të madhe. Ju uroj të gjithëve gëzuar Shën Valentinin. Mendoj unë që Shën Valentini nuk është thjesht dashuria ndërmjet partnerit, por është dashuria ndërmjet gjithë njerëzve që na rrethojnë. Kështu që gëzuar të gjithëve, ja dhe Solea, ti pa gëzuar Fyeta? Gëzuar Shën Valentini. Dashuria ime për Solean. Kaki. Tani, ne sa po erdhëm në shtëpi, ka shkuar ora 9, edhe jemi shumë vonë, dolëm, siç e pashim dhe në supermarket, bëm edhe blerjet që na duheshin, ndaj u vonuam edhe shumë, i mora edhe ato, se harrova t'ju thoja, i mora edhe ato të karrigeve, mbulesat e karrigeve, dhe kam paguar 30 euro për të 2 mbulesat e karrigeve vetëm për të vendosur zinxhirin. Nuk isha qa bëja tjetër, si që thash, i bëri ajo, bëri brenda 20 minutave, vajta i mora pastaj.
Edhe do ja veshim karrigeve, 2 i kemi të veshura, 2 u prishëm. Kanë ardhur edhe 2 porosi, ka ardhur porosia nga shenjë që kam bërë. Aty është fustani i Soleas edhe disa gjëra të tjera, nuk i mbaj mend, duhet t'i japim dhe t'i shikojmë, do t'ju ja tregoj në këtë video. Solea javës tjetër ka ditëlindje, prandaj janë edhe porosia këtu. Ka ardhur edhe dhurata. Por Solea nuk di që, edhe ne e kemi fshehur dhe do e japim kur të ketë ditëlindje. Tani, ja tek e kemi edhe pakon nga shenjë, do të hapim bashkë? Po. Okej, shko merri pak gësherët më të? Unë sot e kisha edhe ditën e fundit të punës dhe jam pastaj 10 ditë pushim, ose nuk e dim pas edhe pak më shumë, po 10 ditë po. Kështu që jam e lirë, do shplodhem pak besoj, shkëputëm nga jo rutina e përditshme. Solea i mori gësherët, faleminderit Solea. E diti që ka këtu brenda? Jo. Ka gjëra të bukura këtu. Po, kanë ardhur. Po mua? Po, për ty. Për ty jam duke të gjitha këto. Këto janë 2 rafte. 2 rafte që do të vendosin të muri Soleas, për të vendosur librat, afër tek... afër tek krevati Soleas ati që do vendosim librat. Mbase kur të mbaron dhe të sistemohen gjitha do ja tregoj një ditë, se nuk kam fund këto, nuk kam mbaruar akoma me gjithë montimin e gjërave që kanë ardhur, edhe se kam porositur edhe shumë gjëra tjera nga mbrapa, por nuk ju kam treguar, por që kështu. Këto janë këpucët që kemi zgjedhur për Solea, për ditëlindjen e Soleas. Isha shumë dëshirë që ta vishe Solea në ngjyrë boqelli, sepse gjithmonë i kam veshur ngjyrë roz, edhe ngjyrë të kuqe, dhe mendova që nuk e di, e kisha që vjet këtë dëshirën, por që vjet ja mora të kuqe dhe boqelli morëm si vjet. Këto janë kështu happy birthday, nga këto zbukurimet. Kjo është kurora që ta vendosi Solea te koka. Solea mami, shiko kurora. Ta hapim ta shikoni një video. Si të hapim mami me radio ta klike? Po. Po, të tregoj me babit. Po ja tregoj një herë babit, pastaj do të shikoni edhe ju. Shpresoj që t'jetë shumë i bukur, se nuk kam më kohë pastaj që t'i marr tjetër Soleas, dhe këtu në dyqane këtu nuk është se gjen gjëra të bukura, kështu për fëmijë edhe kurora. Shumë e bukur. Shpresoj t'i pëlqej Solea, se shumë nga zelie me këto. Shikoj kurorën, fustani. Hajde, të hapim fustanin? Ja edhe fustani, boqelli, si që thash, zemra ime. Hapim dhe fustani? Hapim fustani. Nuk që nga shumë gjatë, si t'isë në foto duke një gjatë. Po, balun, të lëmbasi. Edhe kjo? Po, dhe të lëmbasi. Ja dhe fustani i Soleas. Ka stupet këtu, dhe kjo e rikë shumë. E hapur këtu tek stupet. Nuk i di bën apo jo, besoj se po, sepse e mora në masën e Soleas. Në njëherë ato zgjidhe saktë, po që... Po. Ja fustani do të shikoni kur të bëjmë edhe organizimin e ditëlindjes Soleas, edhe fotot edhe gjërat. Por që më pëlqeka, në pamje të parë më pëlqeka, i bukur shemba. Tani Solea i nduri të gjitha. Nuk ka marrë shumë të lëmbacë në fakt. Këto janë të lëmbacet. Këtu kemi qërinë të tortës. Këtu kemi dekoret prap me flutra boqelli. Këtu kemi... nuk e di çfarë është kjo. Solea, të pëlqejnë mami? Po, ma bëjnë. Të bëjnë? Po të një. Super, wow, super jeta. Ti gëzosh mama. Ta marrë dhe këtë qëtërin. Bishe edhe atë tjetërën. Qa është kjo nuk e di. Kërona ka shumë e bukur. Erdhi mami. Erdi. Erdi më përpara në fakt, sepse tek përshkrimi aty thohej, te përshkrimi thoshte që do vi datë një ditë para ditëlindjes Soleas, por që erdi mirë, erdi më xham përpara. Po çfarë është kjo? Nuk e di çfarë është kjo. Po, e di, këto janë figura për të ngjitur në mur. Dua të zbukuroj unë pjesën e Soleas, të murit Soleas.
Mendova se ishte kështu kjo. Por besoj me këtu shumë e madhe. Ja, kjo kështu duhet krijohet figura, kjo pema. Nuk doja, përshihen, do ta vendosim të muri jot. Kështu kisha qenë. Nuk doja në fakt as princesha, as një gjë, se Pa kështu e donta më vetë. edhe zgjodha këtë në temën, edhe me këta lepujt. Shumë e bukur jeta. Kanë ardhur të gjitha më duket këto. Kjo është shirit, është thjesht shirit që do ngjisim të llëmbacet. Shumë bukur. E këto janë ato ngjicat që do ngjisim të llëmbacet. Pra, Edhe mbas shumë përpjekjesh, kam gjetur kafe për ekspresin tim. po, me të vërtetë Jam se shumë i lumtur. po kishim disa ditë që po kërkonin. Çfarë arome? Po, mbaj çipi në Shkini balun? është një kjo vajza e vogël nuk duket me këtë arushin që përqafon dhe vendoset sipër te drita dhe bën është fosforeshente edhe që fik edhe ndjes dritën kur është e rësirë. Ja. Ta shkoj. Duhet ta hapim, mami, duhet ta vendosim. Kjo është numri Soleas, numri 5, sepse Solea bën 5 vjeç. Edhe këtë. Këto janë petale që kam vendosur, që kam blerë unë për zbukuruar poshtë. Edhe balunin. Kjo balun. Balunin. Balunat këtu janë qita. Kjo është e imja, po. Siç porosita të fundi me bluzë me bënin ato, unë kam shtuar 3 kile, por mirë rrinin ato, rrinin kështu si ngushtë, pa haj. Jo dha aq keq. Ishte militar. Edhe ky është një golf. Me këtë rritin këtu në mes. Besoj po më dhe mua. Ky është më mirë duker ka dhe materiali shumë i mirë. Mbas e shkon dhe me atë fundin atë ditë nuk e di. Duhet ta provoj. Këto pra ishin edhe të gjitha gjërat, ja edhe kupat të tregojmë edhe një herë, se janë shumë të bukura, më pëlqejnë kupat e Soleas. Sa të bukura. Atëherë, nëse keni parë videon deri në fund, ftoj të bëni subscribe. Edhe haroni të bëni në YouTube. Mos harroni të bëni te YouTube Solea Family subscribe. Ne ju dërgojmë shumë dashuri. Ne do të shihemi sërish në vlogun e radhës që do të jetë shumë i bukur, sepse Solea ka ditëlindjen, edhe do ndodhin gjëra që ju do të shikoni në vlogun e radhës. Ju ftoj që të na ndiqni. Mirupafshi.